Po themi shenjat e para pozitive që vinë, çka kemi konkretisht? Është një marrëveshje e cila është zyrtarizuar tani më, apo po themi janë thjesht informacione të dala në këtë takim të parë të rëndësishëm të bërë në fakt në Gjenevë? Të paktën unë do ta nisja me faktin që ky lajm duket pak më premtues se sa lajmi I planit në 28 pikësh që ne dëgjuam javën e kaluar, ku ishte më tepër një plan kapitullimi total dhe dorëzimi total I Ukrainës se sa një plan paqeje. Ato dy çështje që unë do të veçoja në planin le të themi deklaruar që është pranuar të paktën dhe nga Zelenski në këto orët e fundit, ka të bëjë me faktin që flitet për garanci sigurie nga ana e SBA-ve, edhe pse ende nuk janë të qarta dhe ka një konfuzion deri diku se për çfarë ka të bëjnë to garanci sigurie, dhe nga ana tjetër është dakordsuar edhe për një numër prej 800.000 deri në 900.000 trupën forcat ushtarake ukrainase, çka nëse do të bëjmë një paralelizëm me atë çka Ukraina ka patur deri më tani, mund të themi që ka qenë deri diku në numrat e ushtrisë apo të forcës ushtarake ukrainase edhe përpara luftës. Në të sens mund të themi që ky plan duket pak më I zbutur dhe pak më premtues, por ende pikpyetja më e madhe ka të bëjë me çedimin apo me dhënien e një territori të konsiderueshëm Rusisë, ku ende le të themi kjo temë ka qenë nxehtë, është mbajtur larg medias, të paktën në këto orë që ne flasim. Pra nuk kemi ende po them shumë një informacion të detajuar në lidhje me këtë çështje, pra të territorit konkret, çka padyshim ka qenë kështu dhe në interes më të lartë për të dyja palët. Nuk ka një lajm zyrtar nëse do të flasim për dhënien apo koncesionin e territorit 20 deri në 25%, pra atë çka ka okupuar dhe ka pushtuar deri më tani Rusia, apo flitet edhe për toka apo territoret të tjera që ushtria I pretendon, edhe pse nuk I ka nën okupimin e saj. Megjithatë ka dhe pika të tjera, për shembull që flitet dhe janë ndoshta pak kritike dhe kanë të bëjnë me ndryshimin e identitetit kulturor dhe fetar, ku flitet për një kërkesë si ajo që Rusia ka bërë për të vendosur gjuhën ruse si një gjuhë të dy zyrtare në Ukrainë, por gjithashtu edhe njohjen e kishës ortodokse ruse si një kishë le të themi e vetë shtetit dhe kombit Ukrainas. Çka do të thotë që vetë aspirata ruse për të ndryshuar identitetin e Ukrainës dhe për ta lidhur atë më tej me atë rus vazhdon dhe është një nga kërkesat maksimaliste. Ndaj them edhe që ky plan duket sikur ka pak konfuzion mbi atë çka deklaron Zelenski, pra Ukraina, apo mbi atë çka deklaron SBA. Dhe duhet kemi parasysh që ende në këtë momente Putin apo zyrtar të lartë të Rusisë nuk janë prononcuar zëshëm apo nuk kanë bërë një deklaratë publike mbi atë çka po flitet mes Alat dhe perëndimor dhe Zelenskit. Kemi parë që të paktën ditët e fundit nga propozimi I bërë edhe nga presidenti Donald Trump ka patur më herët, jo përcaktuar gjithashtu për planin 7 pikësh, edhe një reagim po themi të fortë nga ana e Bashkimit Evropian. Tani si njohëse e mirë, unë do t'i bëj pyetje të drejtë për drejtë për të kuptuar paksa. Europa bën dot e thënë kështu troç me kokën e vet, apo padyshim duhet gjithmonë edhe një bashkëpunim I ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në fakt deklarata e parë ishin relativisht po themi të forta kundër atij plani nga ana e zyrtarëve të BE-s. Fatkeqësisht unë kam thënë gjithmonë, ndoshta kam qenë shumë e hapur në këtë pjesë. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian apo dhe kontinenti Evropian në tërësi nuk bën dot pa SBA-t. Pra gjithmonë ai zëri I Europës ndjehet aty ku e pranishme është edhe SBA-ja, pra Washingtoni zyrtar, dhe unë vazhdoj dhe përsëris e vetmja tavolinë ku Europa ka një zë është tavolina e Këshillit Atlantikut, pra në NATO, dhe këtë e lidh pikërisht me figurën dhe me rolin që ka vetë Washingtoni zyrtar në marrjen apo në vendimarrjen e politikës të jashtme, ndoshta edhe të vetë Bashkimit Evropian. Por e them fatkeqësisht për faktin se çfarëdo lloj planesh apo çfarëdo lloj marrëveshjesh të dakordsohen, Europa dhe Bashkimi Evropian është ai që
do t'i le të themi do t'i ndjej kostot më të drejt për drejta, pasi po e shikojnë dhe të gjithë përpjekjen e Europës për të riarmatosur dhe për të forcuar dhe ka të bëjë pikërisht me një kërcënim potencial që mund të vi nga Rusia. Andaj them që qarshia asaj pamundësisë dhe paaftësisë të Europës për të qenë një aktor vendimarrës si dhe në këtë konflikt, e ajo që është më tepër kritike është fakti që çdo lloj konsekuencë që të ketë ky konflikt do të